Horoskopi ditor e shtunë 21 shkurt 2026. Dashi. Kjo nuk është dita më e favorshme për zhvillimin e planeve që keni. Çdo moment do të mendoni për ëndrat tuaja, por do t'i jeni të pathat, pasi nuk i keni kushtet për t'i realizuar ato. Kalojeni ditën me familje nëse nuk jeni në punë. Bëni kujdes për shëndetin edhe më tepër. Këshillohet të merreni me sport. Demi. Dita e sotme do të jetë një ditë e ndjeshme dhe me emocione të forta. Do të keni interes të mësoni sekretet e njerëzve që ju rrethojnë. Dita është e favorshme për të luajtur me instrumenta muzikore, për të marrë me art, apo edhe për të lexuar. Shijojeni ditën me miqtë tuaj. Binjakët. Dita e sotme është një ditë e favorshme për t'u argëtuar, për t'u marrë me sport, me aktivitete muzikore apo edhe për të lexuar. Shijojeni ditën me miqtë tuaj. Mos vendosni mure për të tjerët. Nëse jeni në kërkim të një lidhje, do të merrni propozime pozitive nga dikush që nuk e prisnit. Gaforia. Yjet ju favorizojnë që ëndrat t'ju kthehen në realitet. Çdo aktivitet që do të ndërmerrni, do të keni sukses. Nëse keni ndërmend për të ndryshuar punë, jeni në kohën e dur. Kujdes me ushqimet. Është mirë që të keni një aktivitet sportiv. Luani. Luanët nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë indiferent ndaj mendimeve të njerëzve. Nëse keni lindur në mes të gushtit, ju do të jeni duke shpresuar për një mrekulli deri në momentin e fundit. Gjithashtu, një problemi juaj do të sqarohet. Bëni kujdes me punën. Virgjëresha. Kjo ditë është e përshtatshme për t'u relaksuar dhe për t'u marrë me veten. Nëse ndiheni të lodhur, ju duhet të përpiqeni për të marrë disa kohë pushim. Ndryshe do të flini gjumë në orarin e punës. Mendoni me pozitivitet. Kjo ju sjell më shumë qetësi shpirtërore. Beqarët duhet të hidhen në sulm. Peshorja. Agjenda e lirë është thjesht një domosdoshmëri sot. Një shëtitje në ajër të pastër apo aktivitete të tjera do t'ju bëjnë shumë mirë. Shoqëria juaj do e kuptoj se jeni të pazvendësueshëm. Nëse keni ndërmend të investoni, është dita juaj. Beqarët duhet t'i mbajnë syt hapur. Akrepi. Kjo do të jetë një ditë ku shpresat, fantazit dhe iluzionet do të rriten. Mos filloni ndonjë projekt të ri sot. E keni ende të vështirë të hiqni qafe kujtimet e së kaluarës. Ato ju mbajnë ende peng. Kaloni orët me shoqërinë që të mos bini në monotoni. Shigjetari. Do t'i vendosni vetes kufizime dhe kjo do të sjellë një ditë të mërzitshme për ju. Puna juaj duket e vështirë, megjithse nuk keni asnjë arsye. Është mirë të bëni një shëtitje. Telefononi mikun tuaj dhe gjeni diçka të re për të bërë. Mendojeni veten edhe pa internet, jetoni edhe pa të. Britsjapi. Nuk duhet të kryeni asnjë transaksion monetar. Kjo nuk është dita për shpenzime. Gjatë gjithë ditës ju do të kaloni shumë kohë duke u marrë me ëndrat, duke mos u fokusuar në punën aktuale. Sot është e vështirë të jeni të qartë. Bëni kujdes, rrezikoni shumë. Ujori. Një ditë më tepër se e zakonshme. Do të përtoni të ngriheni nga shtrati. Njerëzit që ju rrethojnë do t'ju duken të lodhshëm dhe ndaj do të mbylleni në vetvete. Është mirë të kontrolloheni tek një mjek për problemet shëndetësore të ditëve të fundit. Peshqit. Të lindurit e kësaj shenje vazhdojnë të merren ende me të kaluarën e tyre. Hidheni pas krave dhe shijoni të tashmen. Jetoni jetën si ju vjen, pavarësisht atyre që ju kanë ndodhur. E nëse jeni optimist, do e kuptoni që edhe lumturia fillon dhe rritet. Financat do të jenë të mira.